Vetëm 10 gjethe nga ithra I japin lëmë të mirë çdo sëmundje, ja si t'i përdorni. Nuk ka receta natyrale më të mira se hithra. Hithra është e pasur me vitaminën A, B2, C, D dhe K, dhe përmban lëndë ushqyese të tilla si antioksidantët, aminoacidet dhe klorofili. Gjithashtu është një burim I pasur I kalciumit, jotit, manganit dhe hekurit. Por nëse keni probleme me urinimin, gurët në veshka, problemet kyçe, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hithra do ju ndihmojë në këtë rast. Përveç kësaj, hithra ka veti të mirë anti-inflamatore, analgjezike, anti-reumatike, antikonvensiale dhe hipotensiale. Kur mblidhni hithra, siguroni që të mbani doreza mbrojtëse. Pasi kështu do të parandaloni edhe djegjet në duar ose në pjesë të ndryshme të lëkurës. Hithrat mund të ofrojnë gjithashtu një përzgjedhje mjaft të mirë për shëndetin tuaj. Atë mund ta përdorni në ushqim, në çaj ose edhe si maska bukurie për lëkurën. Përfitimet që do të merrni në fund prej saj do të jenë mbreslënse për shëndetin dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Hithra është e njohur në latinisht si Urtia dionica dhe ka një trashëgimi të pasur bimore për organizmin. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta si një diuretik edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj. Hithra mund të përdoret në formën e çajit, në formën e ujit ose edhe në forma të ndryshme ushqyese. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin në betejën kundër komplikacioneve. Ajo është e pasur me minerale të tilla siç është për shembull kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Ju mund të përgatisni gjithashtu lëngun e hithrave dhe ta shtoni atë në dietën tuaj ditore. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për shëndetin dhe do të evitoni gjithashtu komplikacionet e tij. Hithra mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka dhe t'jap gjithashtu rezultate më të mira ushqyese për rastin tuaj specifik. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrave edhe për të vluar disa gjethe të hithrave dhe t'i shtoni edhe një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Lëngu I hithrave ka veti të mira diuretike natyrore që lejon kështu rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshkat dhe fshikza duke parandaluar kështu edhe problemet të traktit urinar dhe problemet e gurëve në veshka. Ajo mund të lehtësojë probleme të ndryshme të imunitetit edhe të balancojë më mirë organizmin tuaj në tërësi. Hithra mund të lehtësojë problemet e gjymtyrëve dhe ato të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e problemeve të artritit dhe të muskujve. Hithra mund të përdoret në lehtësimin e shqetësimeve të artritit. Ajo ka veti të mira anti-inflamatore dhe redukton gjithashtu dhimbjet e muskujve duke parandaluar inflamacionet e tyre. Sigurisht e kombinuar si duhet në dietat tuaja ditore, hithra mund të jetë një përzgjedhje e rëndësishme për shëndetin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Hithra lehtëson problemet e lëkurës për shkak të elementëve ushqyes që ajo përmban dhe vetive antibakteriale që ajo ka. Lëngu I hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga lëkura, duke siguruar gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit të saj. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për shëndetin dhe do të lehtësoni shqetësimet e njëpasnjëshme. Hithra mund të parandalojë gjithashtu problemet tuaja të alergjive. Lëngu I hithrave mund të lehtësojë alergjit për shkak të ndryshimeve të shumta sezonale, si kruajtjet, irritimet dhe problemet të ngjashme. Hithra është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj ditor. Ajo është një tonik shumë I mirë edhe për femrat. Lëngu I hithrës është I pasur me hekur që ndihmon në luftën kundër anemisë. Gratë shtatzana mund të përdorin lëngun e hithrave në përditshmërinë e recetave të tyre për të përmirësuar shëndetin dhe për të evituar komplikacionet në organizëm. Personat që vuajnë nga dhimbjet e ciklit, kryesisht femrat, mund të përdorin lëngun e hithrës në përditshmërinë e recetave të tyre dhe në fund, përfitimet që do të merrni do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Hithra është e mirë edhe për sistemin tuaj tretës.
Pini lëng hithre në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet e traktit tretës. Hithra mund të ulë gjithashtu nivelet e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon gjithashtu edhe në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër më të shëndetshme. Hithra do të ruaj strukturën e dur të qelizave në trupin tuaj. Hithra është e pasur gjithashtu edhe me flavonoide të njohura si cianoto të quercetinës, të cilët kanë dhënë një ndihmë shumë të mirë edhe fal antioksidantëve të shkëlqyer që ato bartin. Lëngu i hithrave mund të mbrojë shëndetin tuaj të ADN-s dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet në organizmin tuaj. Hithra është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime. Ajo mund të parandalojë luhatit të sheqerit dhe presionit të lartë të gjakut. Lëngu i hithrave mund të ulë gjithashtu nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Ai ka veti të mira diuretike të cilat mund të evitojnë komplikacionet e shëndetit dhe të nxisin gjithashtu mbrojtjen më të mirë të tij. Shtimi i hithrës në vaktet tuaja ditore mund të përmirësojë edhe higjienën tuaj orale, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur gjithashtu një mbrojtje më të madhe të organizmit tuaj. Hithra është një bimë që praktikisht mund të ndikojë në shumë aspekte të shëndetit dhe jo vetëm, por duhet të tregoni edhe kujdes të veçantë. Personat të cilët kanë probleme me stomakun, gratë shtatzana dhe fëmijët duhet të tregohen më të kujdesshëm me përdorimin e hithrave në dietat e tyre ditore, pasi ajo mund të kundërveprojë me shëndetin dhe të nxjisë gjithashtu inflamacionet e tij. Tregohuni më të kujdesshëm me përdorimin e saj në këto raste për të evituar kështu komplikacione dhe për ta mbajtur organizmin tuaj më të fortë dhe më të shëndetshëm. Gjithashtu, personat që marrin medikamente duhet të konsultohen me mjekun e tyre përpara se ta përdorin hithrën në përditshmërinë e recetave. Në vendin tonë hithrat janë shumë të përdorura, si në gatime, ashtu edhe në trajtime të ndryshme kundër komplikacioneve. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë një mburojë shumë e mirë e shëndetit dhe një balancim më i mirë i organizmit. Hithra, falë vetive të saj diuretike, është përdorur në trajtimin e problemeve të veshkave, gjithashtu edhe ato të infeksioneve urinare. Gjithashtu, lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta nga organizmi, duke mbajtur shëndetin tuaj më të fortë, më të shëndetshëm dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Nëse doni të merrni përfitimet e hithrës në dietën tuaj, shtoheni atë si duhet në recetat tuaja ditore dhe ndikimi që do t'i jap do t'jetë mbreslënës në dobi të vlerave të trupit. Së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve që shkakton artriti. Personat e përfshirë në këtë studim vunë re se, pas aplikimit të pastës me lëngun e hithrave ose me shtypjen e tyre, dhimbjet e kockave u qetësuan ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët përgjatë gjithë trajtimit një javor. Shtimi i hithrave mund të jetë një përzgjedhje funksionale kundër këtij komplikacioni, por përse funksionon gjithashtu edhe hithra kundër shqetësimeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit në Universitetin e Plymouthit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti u qetësuan në saj të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetuesit më të mirë, të cilët dërgojnë gjithashtu edhe sinjalet e dhimbjes në tru. Nga ana tjetër, kur hithra konsumohet në formën e lëngut të saj ose në formën e çajit, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, edhe në lehtësimin e problemeve të acidit urik dhe përmirësimin më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët thonë se hithra është një element ushqyes shumë i rëndësishëm në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Sigurisht e kombinuar në mënyrën e duhur në vaktet tuaja ditore, do të jetë një mburojë shumë e mirë e shëndetit të kockave dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.